Kur disa media tona, si për shembull Klan Kosova e shumë tjera, qesim vetëm degenerim, por po harrojnë me qit diçka që është e hajrit. Pranvera i ka mbledhur për herë të parë në Kosovë, në ditën ndërkombëtare të asteroidëve, mbledhi rreth 700 pjesëmarrës. Ta shikojmë këtë video, pastaj i kam edhe fjalë për këtë pjesë. Bravo i ku pranverës e inshallah Zoti ja jep të natë mirat që na ka pru diçka të re në Kosovë, që në Kosovë nuk është praktikuar më herët ky sen. Po ashtu kam shumë kritika kundër këtyre mediave që nuk e postojnë këtë lajm, që vetëm degenerim janë mësuar me postuar. Shkojnë e postojnë çiftin e Gjulit në vend se me postu pranverën, edhe mu mburr me këtë sen që pranvera arriti me mbledh gjithë këta njerëz për ditën e asteroidëve. Prandaj pranverës i thojna shumë suksese në rrugtimin tën e inshallah sa më nalt shohëm.